Miq të Prizmës. Dje, në përgjithësi, opinioni publik, si ai i rafinuar që sigurisht ka element të intelektualizmit edhe e mendimit, po themi të kualifikuar, edhe ai që është opinioni cili kryesisht merret me Facebookun, por që në të vërtetë as nuk e mban, po dhe sikur ta mbaj veten për intelektual, nuk ka lidhje me intelektualizmin, pa një skenë e cila në vetvete përbën një nga ato pasojat e të njëjtës gjë. Mos pasjen parasysh të qenies toksor. Pan një figurë të deformuar të Ilir Metës. Jo se nuk e kemi parë kur ai egzagerohesh kundra dumdumanit edhe kundra drejtësisë, kundra Edi Ramës, kundra të gjithëve. Nuk është se nuk e kemi parë. Ato kapërcime janë pjesë e subjektit, për njëkohësisht edhe objektit specifik të një njeriu i cili ka qenë kryeministri i Shqipërisë për pak kohë, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë për një mandat, ka qenë edhe president i Shqipërisë për një mandat, ministri i jashtëm, zëvendës kryeministër, kryetari i partisë, cilën e themeloi bashkë me të shoqen vet. Asnjëri deri tani në politikën shqiptare nuk ka pasur postet. Nuk them peshën specifike politike, sepse sigurisht ai nuk mund të kontestojë Sali Berishën edhe Edi Ramën. Por postet i ka pasur ai. Dhe njerëzit panë aty te ai kafazi i xhamt, të cilin e kanë bërë për të qenë më transparent, për të mos pasur hekura, por në vërtet prap krijon një ide për mbi futjen në kafaz, kafazin e xhamt. Pa një fytyrë realisht të deformuar, të dobësuar, që s'kishte parë dritë. E nxirr në atë pikë sa duket i smur, i dobësuar deri në atë pikë sa duket i smur, me shenjat e zakonshme të tij, me shqiponjën edhe me fjalimet e tij, me dorën e hapur përballë, dhe skenat që ai tashmë i bën, i dit, i bëj, i ka bërë më përpara, edhe i bën edhe aty në qeli. Këtë njeri që ka qenë dhe president, dhe kryeministër, dhe ministri i jashtëm, BKH-ja dhe SPAK-u e morën me dhunë, me forcë, nga makina e tij në makinën ku do ta arrestonin. Edhe tash ai ka 1 vjet e gjys, nuk e di mbase më tepër, 1 vjet e gjys që është në burg, në para burgim. Pjesa e opinionit publik është jakobinist. Këtu nuk e kuptojmë fjalën jakobin, po unë e kam quar një nivel më lartë, sepse i kam dhënë nivelin ideologjik dhe filozofik. Është Girondinët dhe Jakobinët, dhe këta ishin të pamshirshmit e kohës së revolucionit francez, ku bënte pjesë edhe Robespierre. Kanë përfunduar shumica e tyre keq. Por jakobinizmi ka dalë tash si nga ideja e një organizate të tillë, te mungesa e mëshirës, nga egërsia e një revolucioni i cili pastaj shpi gjotinën, vret, edhe në fund ketë vret edhe veten e vet. Jakobinizmi këtu ke ne mbështetet në 2 rryma, në turmën e cila nuk merr vesh e thot priteni, dhe interesat pastaj që janë sipër, të cilat luajnë edhe rolin kryesor, por që sigurisht është një rol jo i hanuar nga pozitiviteti, por nga negativiteti. Ajo figurë, edhe pse në masën dërmuese të popullsisë, Ilir Metës i thojnë hajdut, ka grabitur Floririn, ka vjedhur gjithë jetën e tij, mësoi partinë e tij që të vjedhë, gjitha këto i shkojnë Ilir Metës, prapse prap krijon pjesën njerëzore. Dhe këtu unë diskutoj pastaj pjesën e njerëzore të drejtësisë. Shumë nga ato që duan vendosjen e ndëshkimit
e kanë vendosur dëshkimin. Ai është dëshkimi më i madh. Dëshkimi më i madh që mund t'i japësh njeriu është ai. Ta lësh në burg në atë lloj gjendje ai do të deformohet. Mirë t'i bëhet, thot shumica. Është e vërtet, por nuk ka njerëz të vek brenda. Nuk po trajtohet individi Ilir Meta, aty duhet dali në përgjithësi individi. Po ta ndash në një moment bëmat e Ilir Metës, cilat nuk janë vërtetuar akoma, dhe sipas meje rri pa drejtësisht në burg, sepse drejtësia e re nuk dënon. Drejtësia e re ndëshkon. Dhe po tjetë puna se ndëshkojnë, ajo i ngjan shumë drejtësi si kemi pasur para viteve 90. Drejtësia e re duhet të dënojnë, jo të mbajnë në paraburgim. Siç mban Ilir Metën dhe siç mban edhe Erion Velie. Duhet të dënojë për faqet që kanë bërë. Faqet që kanë bërë duhet të dënohen, jo të ndëshkohen. Ndëshkimi është ky. Ajo ftyra e Ilir Metës, ajo mos pasja mundësi të rrim në diell, mos pasja mundësi sepse rri vetëm, është i izoluar, që ta një ushqim i cili, sepse sigurisht ai refuzon të hajë dhe ushqimin e burgut, jo se nuk i pëlqen, por base ka frikë se dhe helmojnë, fobi është kjo punë. Dhe Ilir Metës nuk i lejojnë që t'i vinë një ditë po i ditë jo ushqimet, strajcat, por një herë në javë. Kështu s'paku dëgjova një prej atyre njerëzve të cilët e kishin vizituar në burg. Nuk po bëj fjalë për Ilir Metën, po bëj fjalë për ndëshkimin dhe dënimin. Dënimi është të marrësh hakun. Ndëshkimi është pastaj ta shohësh tjetrit duke u kënaqur, duke fërkuar, si sa mirë ja bëm këtij. Kjo nuk duhet të jetë pjesë e drejtësisë shqiptare. Drejtësia shqiptare është njësoj e fajshme siç është edhe shteti shqiptar, siç është edhe arsimi shqiptar, siç është edhe shëndetësia shqiptare. Në mos më keq është drejtësia shqiptare. Përfshi dhe SPAK-un, përfshi BKH-n, përfshi dhe gjithë organizmat e reja. Prokurorit, të gjitha kush janë. Ndërkohë që dy vrasës, po themi të akuzuar për hajdut që janë Ilir Meta dhe Erion Velie i rrinë në burg, dy vrasës që nuk janë vetëm për korrupsion, që janë edhe hajdut, që ndrojnë jashtë, siç është Sali Berisha dhe Fatmir Mediu. Çdo që të ketë bërë Ilir Meta nuk ka vrarë njerëz. S'ka akuzë për vrarje njerëz, as Erion Velie. Akuzojnë se ideali është ky, por nuk kanë vrarë njerëz drejt për drejti. Ata të dy janë vrasës edhe vazhdojnë. Prandaj e kam fjalën që nga ndëshkimin, jakobinizmin e atyre që janë sipër dhe mendojnë si intelektual, trasfigurimin e drejtësisë në këtë lloj drejtimi e bëjmë sepse sigurisht jemi një vend me një kulturë të munguar, të cekët, të shëmtuar të drejtësisë, që nuk kemi pasur dhe kemi edhe sot, drejtësi normale që nga fillimi i shtetit shqiptar. Du ta dim këtë punë, që nga 1920. Tentativat e para kanë qenë në kohën e monarkisë, pastaj në të gjithë diktaturat nuk na ka ekzistuar një ditë drejtësi, një ditë të vetme. Në përjashtim dhe me përjashtim të qartë nga të gjithë vendet e Ballkanit. Absolutisht edhe nga vendet e ish Jugosllavisë, sado diktaturë qofshin, kishin lejuar edhe në atë kohë mbrojtjen, nëse kemi pasur fare. Edhe junta e kolonelëve në Greqi ka qenë më mirë se sa kanë qenë disa element ndëshkimor burgosës diktatorial tonat për 45 vjet. Dhe pastaj në aferën e tmerrshme të tyre 35 vjetëve të sunduar nga Sali Berisha dhe të tjerët mas tij. Ajo figurë e Ilir Metës nuk është figura njerëzore. Ndajeni figurën njerëzore nga Ilir Meta. Patos i filozofike dhe ideologjike, një turme, e cila thot vriteni, myteni, shkatroheni. Është patos i cili nuk ka të bëjë me drejtësinë. Shkret epsh turmash, të cilat s'din ç'a bëjnë kur sigurisht organizohen për të bërë keq. Ky është i momenti i cili duhet mbush mendjen e njerëzve që nuk shkohet me elementet e turmës, por shkohet me elementet e drejtësisë. Ndëshkimin në drejtësisë e kështu pa ndëshkueshmërinë është fjalë idiote që në fillim jo mora është dënim sipas ligjit. Jo mbajtje kot në paraburgim për të nxjerrë shpirtin tjetrit. Sepse nuk është fajtor akoma.
Kur tjetë fajtor, atëherë bëni si turma. Po nuk është fajtor. Nuk është shpallur fajtor. Kështu i shpallte vetëm diktatura. I dënonte, pastaj e mblidhte faktet. Kështu po vepron edhe Spaku, kështu vepron edhe drejtësia në Shqipëri. Dakord, miqtë e mi. Tjetra. U tha një debat për mbi Elisa Spiropalin edhe Edi Rama. Sigurisht ne nuk kemi demokracinë brendshme. Bile Edi Rama në djenit e mia, demokracinë brendshme i thot dështimit në parti. Sepse është e vërtetuar që ai që tentoi të bënte demokracinë brendshme në Partinë Socialiste, që tentoi, lejoi demokracinë brendshme në Partinë Socialiste, ishte Fatosnaro dhe humbi. Ju kujtohet KPD-t e dikush me ti ku çdo kush flitte dhe nuk u mor vesh asgjë pastaj në Partinë Socialiste. Po dhe kjo Partia Demokratike sot që s'është në pushtet, megjithëse nuk lejon asgjë Sali Berisha, se ai është që mendon aty, s'ka nevojë të mendojnë ato të tjerët, bëhet një kakofoni, një kaos, sepse ne nuk perceptojmë demokracinë. Ne bëjmë problem personal. Ne të na bësh 1000 të mira, një herë të na e prishësh shefin, bëhemi armiq. Ne shqiptarët, përfshi dhe kosovarët, mozise sa shqiptarët e Shqipërisë. 300 mira mund t'i bësh Elisa Spiropalit, po një herë po t'ja prishësh dhe ja ka prishur. Sigurisht ja ka prishur. Po tash e sigurisht flet. Sepse është pa drejtësi edhe shpeshherë flet edhe realitetin. Po ky realitet është i papranueshëm në atë vend që ti vetë ke parë këto dhe sigurisht vetë ke ngurruar, nuk ke folur se ke mbajtur në një farë mënyrë atë linjë politike dhe partijake cilën e ke pranuar dhe e ke promovuar vetë. Nuk është se po pëson në diçka vetëm personale të Elisa Spiropalit. Kështu është partia dhe sigurisht thonë që nuk e ve dorën zjarr që Edi Rama, e thënë boll tash, një herë nuk votove kundër, një herë. Pastaj fillojnë përplasjet me saj Belinda Ballukut e tjerë, edhe në një farë mënyrë omeneu kundra nesh. Sepse kështu funksionon kjo Partia Socialiste. Nuk e di këtë Elisa Spiropali, që kështu funksionon, që nuk ka demokraci të brendshme, që ka bindje ndaj liderit, këtë nuk e di. Dhe që lideri të çon në lartësi, lideri dhe të hedh. Dhe që quhet Edi Rama. Pikërisht pastaj ja përmendën Elisës në për emisione, ti ke thënë Skënderbeu, ai ka thënë pastaj Mamica, element tilla, kupton. Në këtë tollovi shfaqje e cila ka një emërues të përbashkët në dy partitë e mëdha, mungesën e theksuar të demokracisë brendshme. Ne e kemi shtetin e tillë sepse na mungon demokracia e brendshme në parti. Shteti jon është një shtet gjysmë demokratik, ka elemente të demokracisë, pluralizmi, e drejta e fjalës, gjithë lanë. Po brenda partisë ka një problem për të folur. Dhe këtu fillon pastaj mungesa e demokracisë. E kërkojnë në shtet s'ka problem, flasin gjithë, në media e kërkojnë kod, flasin gjithë. Kanë interesa, po flet, s'ndodh asgjë. Në rrugë flasin, s'ndodh asgjë. Shajnë, nuk të ndodh asgjë. Por në parti jo. Dhe këtu fillon e keqja. Demokracia e brendshme. Dhe kjo e keqe nuk është në një rënan, është rrugë vajtje e ardhje. Nuk është se e ka fajën Edi Rama, ose Sali Berisha, dhe këta tjerët janë pa fajshëm. E para janë aprovues, dhe janë dakord. E dyta, ndodh tjetra. Kemi shembullin konkret. Kur një lider i madh, super lideri, Fatosnano, që bëri dhe burg politik, e futi në burg Sali Berisha, dhe bëri burg për partinë e tij e bëri. E ishte burg i cili bësh burg politik. Hyri kryetari i Partisë Socialiste në burg i dënuar nga Sali Berisha me urdhër. Çfarë jurisprudence, çfarë drejtësie kishim ne, çfarë prokurorish kishim ne. Kishim prokuroritë e Sali Berishës. Edhe pastrusja në prokurori edhe në gjykat e mbrohesh nga Sali Berisha. Se dhe ishte spiune e Sali Berishës. Edhe e shikut. Kur tentoi të bënte demokracinë e brendshme, ama ju kujtohet apo si kujtohet, dinin e flitnin gjithë, nano jepte përgjigje. Njerëzit sa filloshin KPD-t jepeshin në televizion. Po çfarë bëri? Rrëzoi partinë. Dhe nuk do vinin kurrë në pushtet në atë forme. Në pushteti pruri Edi Rama
me fjalë të bukura, por pastaj e mbylli partinë. Trak, do të keni unitetin sepse nuk është vetëm lideri sipër që bën kështu, janë ata poshtë që demokracinë e keq kuptojnë dhe ose më mirë themi, e kuptojnë për të vendosur stërkamçin ty, për të prishur kohezionin dhe njëkohësisht bashkëveprimin vullnetar në një parti. E përdorin si levë, mash për të shkatruar gjithçka. Nuk është faj vetëm sipër, është edhe poshtë, pa diskutim që është edhe poshtë. Edhe njeriu që i mban gjithë në Partinë Socialiste, me një liri centimetrike, ose metrike, 3 metra më ndej, po jo më tepër, se sa aq, është Edi Rama, edhe ai mban pushtet. Dhe sigurisht ky veprim i mban pushtet, sepse përndryshe do të kishin larguar nga pushteti. Edhe në Partinë Demokratike i mban në opozitë, në kreu e opozitës, të përfaqësojnë opozitën, i mban Sali Berisha. Vjen ai, 80 sa vjeç, i mbledh, po t'i lesh këto horrat vet, shkojnë për lesh gjithë. Dakor, miqtë e mi, këtë desha t'i shpjegoj, prandaj gjithse e respektoj Elisa Speropanin, respektoj shumë, sidomos me sjelljen e saj në Shkodër. Ju kujtohet koha e Benetit, e koha e fillimit, e fitores, edhe ka bërë një fitore të madhe, sepse ka mbajtur një qëndrim të urtë, të mirë, një profil të ulët në Shkodër, duke mos shitur mend, por të lartë për sa i përket konjunkturës formuar për të marrë Shkodrën. Sjellja zakonisht mirë. Për këtë e falenderoj bile. Aq sa fillun të thonë jo Elisa, po e lanë fjalën në Shkodër, sepse e panë që ajo po sillet mirë. As po shet mend, as po shanet, as po fyen, nuk përdori asnjë lloj jargoni, asnjë lloj shitmendje, u solli zakonisht mirë. Në këtë pikë, ase kam pikën e problemit, them që Elisa është jashtëzakonisht në të drejtën e saj. Por nuk funksionon kështu me Edi Ramën, nuk funksionon kështu me Partinë Socialiste, dhe këtë Elisa e di. E di, sepse po të funksiononte kështu, shumë shpejt do iknin nga pushteti. Nuk ikin nga pushteti, jo vetëm se kanë Sali Berishën përpara, po se kanë pikërisht këtë gjë që nuk e ka lejuar Edi Rama dhe nuk ka për ta lejuar derisa të jetë ai. Kur ta lëshojnë, pastaj Partia Socialiste të bëjë si doje. Dakor, miqtë e mi?